Me ardhjen e sezonit veror, qytetarët kanë nisur të bëjnë plane për pushime. Disa zgjedhin Bregdetin shqiptare, të tjerë destinacione jashtë vendit, ndërsa ka edhe nga ata që preferojnë të pushojnë në Kosovë. Disa nga qytetarët e Gjakovës kanë treguar se ku i kalojnë pushimet verore. Velepoj kemi qenë, ka qenë mirë, koha na ka marrë mirë, temperaturat e mira, uji mirë, ushqimi fenomenal, nuk ka qenë shtrejt, sikur edhe si vjet ka qenë një lloj, jemi të kënaqur, preferojnë gjithmonë që aty më shku në Velepoj. Papse këtu më afër në Bregdetin shqiptar, Shëngjin. Zakonisht unë jetoj në Gërbet në Belgjik, gjatë pushimeve kem qef shumë marrë në lindje në Gjakov, kem qef gjithë se në mirë dhe fëmija kanë qef, po 2 javë rrim në Gjakov, ka javë shkojmë në Shqipni, ka herë shkojmë edhe në Turqi, që shëndrojmë, po ma mirë në jem vendlindje. Ndërsa agjensioni turistik Gjoshi Travel ka zbuluar cilat janë destinacionet më të kërkuara nga pushuesit këtë verë. Destinacionet më të frekuentuara vazhdojnë të jenë Antalya, në Turqia, Greqia, por pala anash edhe Shqipnin, që është për periudha të shkurta, për vikende, është ajo që na vjen në mendje herën e parë, por cilat kemi edhe oferta all inclusive edhe për Shqipëri, cilat janë në për Durrës, Vlorë, Saran dhe vende tjera të Shqipërisë. Në fund, zgjedhja e destinacionit mbetet një kombinim mes dëshirës për pushim, mundësive financiare dhe ofertave që ofrohen këtë sezon veror.